qanë aty, ka nisur një, që është afër kufirit në Shqipëri, ka nisur edhe një lëvizje që quhet lëvizja për rikthimin në katolik të... Interesante duket. Po, ka një problem. Shqiptarët e Kosovës nuk kanë qenë katolik. Ka një pjesë Ka një pjesë katolik, po ato rajone, aty ku flasin, ata kanë qenë ortodoks. Dakor, pra, po. Krishterë, gjithsesi. Po ka një dallim. Pra ata kanë qenë ortodoks. Shqiptarët 500 vjetë për para, 400 vjetë për para, 200 vjetë për para, 250 vjetë për para. Dhe në manastirin e Deçanit dhe të Pes, ti kur hyn e shef që ato pikturat që ka në mur, ato ikonat, janë shqiptarët me plisat bardhë që shkojnë të prifci, kupton? Qartë. Ortodoks. Ortodoks kanë qenë... Edhe? Dhe tani, duke thënë që këta do t'i kthesh në fenë originale, në fenë katolike, e para ti bën një keq interpretim kësaj gjë, sepse jo gjithë kanë qenë katolik. Katolikët kanë vazhduar, ka pas dhe më shumë katolik, sepse Kosova është një vijë historike kur janë ndarë të krishterët dhe katolikët në kohën e katolikët dhe ortodoksët në kohën e... Ku është vija? Quhet vija Theodosit, në Kosovë ka... Dakord. Por përdorimi i